Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe ton Art Motion, ku do qeni duke na shiku, mirë se u rikthyem në këtë spektakël të basketbollit, në foljen e basketbollit kosovar, në Minatori, ku çdo gjë është e barabartë pas 20 minutave të para, 4-1, po i shihni rezultatet sipas çerekëve, 20-20, 21-21, një lojë fenomenale pas pjesës së parë. Ulpion. Me të vërtet lojë fantastike, Argon, lojë e barabartë në çdo aspekt, dy skuadrat cilat ju përgjigjen njëra tjetrës në vazhdimsi, pam gjithçka, pam lojë të bukur, pam rivalitet, pam luftë në çdo cep të fushës, mbrojtje të mira, sulme të mira, ndërsa pam edhe performanca fantastike, si ajo e Michael Myers tek Trepça, ashtu edhe performanca fantastike e Dirk Williamsit tek Bashkimi. Me të vërtet, t'ju kujtoj edhe njëherë detajet se është kjo, pra sa i përket titujve të kampionit Kosovës nga pavarësimi basketbollit ton, pra Trepça në vitin 91-92, Trepça i ka 5 tituj, edhe ka marrë pjesë në 8 finale, pra 5 i ka fitu, 3 ka kurse Bashkimi ka luajtur në 3 finalet duke fituar vetëm një atë në edicionin 2017-18, ku pikërisht Mikaelit Mushiqi i ishte pjesë e Bashkimit dhe i solli atë titullin historik Bashkimit, po në këto 30 kampionate të zhvilluara e dim se 97, 98, 98, 99 për shkak luftës në Kosovë nuk u zhvilluan kampionatet dhe për shkak pandemisë me Covid-19 nuk u zhvillu. Është interesant të themi se për herë të parë në histori Trepça dhe Bashkimi janë në finale dhe çfarë finale. 1-0 për Bashkimin në seri, e këtu sonte çdo gjë e barabartë. Lojë e mirë atje, McInnes lufton, dhe Kosh faul realizon. Realisht dueli në pjesën e parë ndërmjet McInnes edhe Myers, të cilët definitivisht kanë qenë dy qendrat më të mirat këtij edicioni, e fitoi Myers, por në Prizren kanë qenë goxha të barabartë. Me paraqitje do ta shohim, a do të arrijnë tani McInnes të përgjigjet Myersit në këtë pjesë të dytë. Realizon 2 pikë Myers, e hu gjuajtjen e lirë, 41 me 43, falni McInnes, jo Myers. 10 pikë. Tani edhe McInnes me pikë 2 shifrore, 10 pikë 7 kërcime, faul dhe të jetë. E ngriti me një dorën Lejson Zeqiri. Po e shofim atje. Lëvizi gjatë atij bloku. Jankovici kërkon nga Lejsoni që të jetë i vëmendshëm. Green atje për Trilonin nga pozita e tij anash atje i vetmuar, por topi hyn e del nga koshi. Max Smith është kthyer në lojë. Sonte në pjesën e parë 7 pikë të Max Smithit. Kreçka ka gjujt nga loja, ka shënu 1 dyshe, 1 treshe, 2 gjuajtje të lira, 100% efikas. Bunjaku tentoi për 3 pikë. Myers e fiton këtë duel me McInnesin, topi për Trilonin. Sot të Bashkimi po i mungon kontributi lojtarëve vendor goxha shumë, sidomos edhe të Lejsonit edhe të Valonit, të cilët kanë qenë më të mirë. Koton atje, por ja edhe një kërcim nga Myers. Çfarë pasimi për mrekulli. E shpërthen atje mbrojtjen të Mushiqi, por nuk ka fat, nuk realizon. Dirk Williams më i miri, me të vërtet shumë kalon për shtypje edhe në komentimet e kaluara. Dirk Williams ka qenë ai jokeri dhe X-faktori, të cilin nuk e ka shfrytzuar sa duhet Jankovici. Lejson Zeqiri tenton për 3 pikë e huq. Driloni e mbyll atje. Dhe në çerekun e dytë, Dirk Williams ka qenë lojtari i cili e bëri kthesën te Bashkimi, i mundsoi Bashkimi që të kalon në 7 pikë përsi në momentin kur e nxori nga loja Jankovici. Sa bukur Myers edhe një herë për mrekulli me asistimet e tij Michael Myersi. Triloni barazon 43 me 43. Kosh për kosh, pikë për pikë, të dyja skuadrat, finale e vërtet e një mendët e elitës së basketbollit kosovar. Faul është ky. Faul në sul. U vendos atje në mbrojtje Mençur.
në mënyrë inteligjente tek Ella Cotton. E heq gjaketën atje trajneri i bashkimit Jankovici, Sasha Jankovic. 7 minuta 45 sekonda deri në fund të qerekut të tretë. Është kjo finalja e dytë e dini se t'ju rikujtoj se për dallim prej viteve të kaluara kampioni si vjet do të shpallët pas 4 ndeshjeve të fituara, pra maksimum mund të kemi 7 ndeshje dhe qysh po shkojnë senet, ndoshta si vjet për herë të parë në histori do të shohim 7 ndeshje. Trilon Hajrizi Deporton realizon për 45 me 43. Max Smith. Sa bukur Max Smith me driblim. Atje gabon Lejson Zeqiri kundër sulmi shpejt. Green për mrekulli Deporton realizon 47 me 43. Një mini seri prej 6-0. Williams. Bukur për Lejsonin i cili tenton me treshe dhe përgjigjet me treshe dhe Lejson Zeqiri për 47 me 46 dhe me njëherë atje e tërheq Samir Zekicin Jakovici, të cilin e përgatiti me Zavencu Lejsonin. E mbajti vetën në lojë Lejsoni me këtë treshe. Me këtë treshe, edhe mbrojtje e mirë këtu e McInnes dhe Max Smithit. Në fakt ka pasur prejke të topit e pa. Të shofim edhe një herë. Do ta shohim edhe një herë. Kërkon rishikim të situatës. Do ta shohim edhe ne momentumen. S'po shihet prej këtij totalit. A do ta rishikojnë? E kërkoi këtë challenge trajneri Sasha Jankovic. Pra, këtë rishikojmë situatën e këre dy topave. Atëherë challenge i suksesshëm i trajnerit Jankovic u duk nga kandi i referit Mitrovski që pati prekje nga Dirk Williams, por e pam edhe ne edhe shikuesit që nga shumë kënde rishikuan dhe topi do të takojnë ekipit të bashkimit. Ishte shumë vështirë. Me të vërtetë ishte vështirë të vrehet. 47 me 46 pas kësaj mini serie.
prej 6-0, një pikje përsi për Trepçën. Williams tenton, nuk realizon, Bunjaku atje e shpëton. Zeqiri parës realizoj Treshe, edhe një tentim dhe realizim 2 Treshe resht. Përgjigjet në atë serin prej 6-0 të Trepçës me 2 Treshe të një pas njëshme. Lejson Zeqiri, 6 pikë resht të Lejsonit për 12 pikë të ti, tenton Grini, Myers lufton, Lejsoni drejt në duart të Grinit edhe një herë huq, edhe Bunjaku atje, më i larti në kërcim, mbrojtje e mire Erionit e mbyll atje Bunjakun. Mushishi pran Max Smithit, pick and roll, McKinnis mbetët i vetmuar në thellësi, me një herë është atje pran Myersi, më i larti Sam Hunter, tani po luan me Hunterin dhe Myersin Adisi. Myers ja vjen topin. Fenomenale McKinnis, referi është atje ofër topin në diagonale, McKinnis lufton, Erioni e pengon dhe Hunter realizon 47-51, çfarë mbrojtje, çfarë lufte. Përderisa Trepça e nisi shumë më mirë pjesën e dytë, me njerë erdhi përgjigja e Bashkimit dhe përsëri e marrën avantazhin. Ndërsa në ato minutat e para agën, e pam të Trepça një shpërthim të vogël të Trilona Irizit, e në anën tjetër shpërtheu edhe Lejson Zeqiri. Kështu që këto minuta ishin pak a shumë për lojtarët vendor, të cilët i duen të dyja skuadrave. 6-0 ishte seria e Trepçës në start mirë, po me njëherë u përgjegjë me seri prej 8-0, në anën tjetër Bashkimi. Mushiqin nga çfarë pozite mbi Bunjakun tenton dhe faul i Myersit atje, një duel verbal mes të Myersit dhe McKinnisit, po Lejsoni atje me njëherë reagon dhe e tërheq McKinnisin, i thot largohu, s'ka nevoj për tensionim. Veprimi menqur dhe i duhur i Lejsonit, i cili i qetson gjakrat. Williams, pranti Kastrati, mbrojtje e mirë Erionit, i cili kryen këto punë të vështira, por prej çfarë pozite shkëputet me hap brapa, vetëm po e konfirmon ato që vazhdimisht e kom thonë, Dirk Williams është magjistar. Me të vërtet është i shkëlqyshëm, 47 me 53, e tash kemi një seri prej 10-0 të Bashkimit, e cila e detyron trajnerin Adis Beqiragishin me kërku 1 minutë pushim. Po besoj që tani do të vjen përgjigja edhe nga Trepça, pasi që e dim kur e ndaj trajneri Beqiragi që gjen një formulë për t'ju përgjigjur ekipit të Bashkimit, por me të vërtet agon, Dirk Williams është fenomenal. Me të vërtet e thamë edhe më herët, po vrejë dukshëm mungesa e tij në fushë, ndërsa sonte po e merr atë barën e ekipit edhe po udhëheq ekipin në momente kur Bashkimi po shkëputet në rezultat. Adhrues të basketbollit, pra rezultati 6 pikë plus për Bashkimin, po thuaja gati është ajo e përsia maksimale prej 7 pikëve të cilën e pati Bashkimi më herët në çerekun e dytë. Ja po e shohim atje sekretaren Elvira Dushkun me kryetarin Arben Fetahun dhe antarin e kryesis Valton Bilaj. Shumë personalitete sonte po e shohim këtu në foljen e basketbollit kosovar. Palestra Minatori, jemi të sigurt se një atmosferë e tillë fantastike do të na pret edhe në Sezoj Suroj në Prizren. Nuk e kam asnjë dyshim. Finale të zjarta. Kënaqësi për ata që janë në palestër, por edhe për ju që jeni pranë ekraneve televizive. Edhe po se si depërtoi, krejti kaloi dhe në fund Cotton realizoi për 49-53. Me të vërtet një dallim i madh në lojën e Trepçës, kur po është në lojë Green dhe jo Cotton. Në momentin që Cotton po luan në pozitën e playmakerit, Trepça po tregon paraqitje më të mirë.
Erion Kastrati shkakton personale. Adis Beqiragiqi në telashe. Të shofim se si do të përgjigjet në këto 4 minutat e mbetura. Faul në Faul në sulm. Është tashmë personalja e tretë edhe e McInnes. E telashet mund të them më tepër me personale janë në anën e bashkimit. McInnes e Kopës që të dy janë me nga 3 personale, 3 i ka dhe Lejson Zeqiri. 3 lojtarë shumë të rëndësishëm të bashkimit me nga 3 personale. Edhe 3 minuta e 50 sekonda pa përfundu qereku i tretë. Krejt në shenjë të shifrës 3. Depërton realizon dhe rezultatin në vetëm 2 pikë e afron tek Ele Koton. 51-53, 4 pikë ekspreset të Kotonit, i cili kështu realizon pikën e tij të 13, i ka dhe 7 asistime. Jashtëzakonshëm është tek Ele Koton sonte, me të vërtet fenomenal së bashku me Myersin. 2 shtyllat kryesore, 12 pikë i ka dhe lojtari me numër 12 Drilon Hajrizi, e në anën tjetër me nga 16 pikë më i miri nga banka rezerv Dirk Williams dhe nga 12 i kanë McInnes dhe Lejson Zeqiri. Lejsoni, i cili ka realizuar 4 treshe. Asistimi fenomenali McInnes për Valon Bunjakun. Përgjigjet pothuaja në mënyrë perfekte në atë asistimin e mëhershëm. Agon këto asistime kur po vinë nga qendrat, po bëhen edhe më të bukura. Definitivisht. Bukur atje, është faulli McInnesit. Apo? Është e 4-ta. Ajajaj, telashe për natyrisht me njëherë reagon atje. Po, shikoni se në çfarë mënyrë dhe inteligjente atje tek Ele Koton e kërkon kontaktin me Gjovoj McInnesin, e pa që është ngritur nga qëndrimi basketbollistik dhe shfrytëzoi tek Ele Koton për të depërtuar pranë tij, u vonua. E natyrisht duar trokitje për njeriun e ndeshjes sonte, pa asnjë dyshim deri tash. Michael Myersin po e ndëgjoni. Myers e thret dhe brohorit publiku. E tash pak minuta dhe pushim, pak minuta për Dardan Kapitin, pushim për Myersin, mëse të merituar. Isak nga gjuajtjet e lira Koton. Është kjo pika e tij e 14, 5-5 nga via gjuajtjeve të lira, asgjë nuk ka huqur. Kjo është huqja e tij e parë. 6-5 dhe Michael Myers 8-4. Është interesant të themi që 2 lojtarët e vetëm të cilë kanë realizuar, kanë ekzekutuar gjuajtjet e lira janë Myers edhe Koton të Trepqa. Koton me top, Williams pranti, pa ati kontakt atje, shkon atje dhe faul është ky, po. Faul i 4 edhe për Erik Kopsin, apo? Jo, është Erik Kopsi ta gën. Apo, Kopsi, po me gjithate është Erik Kops. E tash problemet janë të bashkimi. Të dy qendrat kryesore, po Kopsi pas ka qenë. Dardan Kapiti realizon herën e parë. Po besoj që në maksimum do ta shfrytëzon tani këtë gjë ekipi i Trepçës, 2 qendrat e bashkimit me nga 4 personale. Afron rezultatin në vetëm 1 pikë përsi Dardan Kapiti. 2 minuta 52 sekonda deri në fund. Williams për Lejson Zeqirin, i cili tenton dhe treshën e 5. Rresht e realizon Lejson Zeqiri, fantastik, 15 pikë krejt për i treshëve. 54 me 58. Pa. Qka po shofim sonte? Dardan Kapiti tenton, nuk realizon, lufton, Bunjaku mire mbyll atje Kapitin dhe fiton këtë top. Valon Bunjaku është ky kërcimi ti i 5. I ka dhe 4 asistime dhe 4 pikë. Green, sonte i heshtur Wendell Green. Vetëm 2 pikë të ti. Koton e vjen këtë top, shkon në kundërsun dhe realizon për të afruar rezultatin në 5-6, në 5-8.
edhe 1 minutë e 57 deri në fund. Çfarë loje? Sa po shkëputet Bashkimi në rezultat, Trepça po afrohet. Williams për mrekulli. A ishte faul apo vetëm out? Out me gjas ishte. Të shohim edhe një herë. Duke që ka mbetur i lënduar Dirk Williams, apo gjithçka është në rregull me të? Jo. Jo, është i lënduar. Duhet të largohet Dirk Williams. Ka dhimbje, është duke i shtrënguar dhëmbët. Si duket është në pyetje edhe Ngërçi. Do të shohim se çka po ndodh me Dirk Williamsin, figurën kryesore, të shohim edhe një herë. Pesë 6 me 58, vazhdon sulmi edhe 7 sekonda për këtë sulm të Bashkimit. 5, 4, 3, Artin Morina nga çfarë distancë gjuan, nuk shënon. Madut më i larti në kërcim, dalet atje. Kapiti shkon për blok atje në anën e kundërt. Maduti, Kapitin nuk realizon. Sa bukur në thellësi, por u vonua atje pak. Erioni, edhe 4 sekondra nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon. Morina më i larti në kërcim. Max Smith. Edhe 66 sekonda loj. Max Smith, moti nuk kemi pa pik nga Max Smith. Zeqiri tenton kësaj radhe e huq. Ajo që po vrejmë sonte adhurues të basketbollit është se të Bashkimi sonte kanë dështuar ata heronjtë të ndeshjes së parë. Max Smith dhe Wendell Green, të cilët kanë realizuar nga 22 pike. Sonte Max Smith deri tash ka 7 pikë e Wendell Green vetëm 2. Mirë po, sonte kryesori janë Dirk Williams, i cili u ngrit nga banka rezervë për qenë më efikasi. Edhe Lejson Zeqiri gjëvoj me Kenis, i cili tashmë është në prag të double-doublit, por i ka 4 gabime personale, sikurse edhe Eric Kops. Tentimi Madutit për 3 pik nuk realizon, lufton atje Samir Zekici, i fundit me top Luan Smith. 41 sekonda deri në fund, a do të jetë edhe qereku i tret i barabartë apo jo, sikurse 2 qerekët para prak ishte 20 me 20, pastaj 21 me 21, të shohim se a do të jetë ky 17 me 17. Cotton. Bukur atje. Me rolling pranë Samir Zekicit, në ndalet me faul. Definitivisht agoj në këto momente të kelle Cotton shpërtheu të Trepça. Gjithë barën e skuadrës e more, po i shfrytëzon, nëse nuk po shënon, do të shfrytëzon atë kontaktin, po arrin të merr kontakt nga kundërshtarët që po i japin gjujtjet e lira që nuk din me huq nga kjo pozitë. 57 me 58. Një pikë përsi për Bashkimin, a do të barazoj rezultatin të kelle Cotton? Po, e barazon 58 me 58. Ndrimi lojtarëve dhe për herë të parë sonte në loj Tuna në vend të Cotonit fantastik, i cili e barazoi rezultatin dhe me 18 pikë barazohet me Myersin si 2 figura qendrore. 36 nga 58 pikët e Trepçës i ka realizuar tandemi Cotton Myers. Wendell Green i heshtur sonte vetëm 2 pikë. 11 sekonda për këtë sulm, edhe 8. Tenton, nuk realizon, Tmushiqe kap këtë top. 6 sekonda, 5, tenton për 3 pikë, nuk realizon. Hunter, tenton, edhe nuk realizon dhe po. 17 me 17, gjdo gjë e barabartë sonte.
20-20 qereku i parë, 21-21 qereku i dytë, 17-17 qereku i tretë. Lojë fenomenale. Çka do donin më shumë atyrusit e basketbollit? Zi. Nuk di, a kishim mujt me paramenu një lojë më të mirë në një finale të tillë. Zi, a kishim mujt me adhurues të basketbollit, po shkojmë me lojtarët kryesor, pra të Trepça, ju thash tek Ele Koton me 18 pike, 7 asistime, Myers 18 pike, 6 kërcime, 12 pike ka Trilon Hajrizi, e në anën tjetër, pra te bashkimi, kryesori ishte nga banka, rezerv Dirk Williams me 16 pik, 15 Lejson Zeqiri, krejt prej tresheve, pra i ka 5 treshe nga 8 tentime, ishte 6-5, në fakt 6-4 për treshe, tani 8-5, 12 piki ka McInnes, i cili ka dhe 9 kërcime dhe është në prag të double-double. Mirë po një të lashe për skuadrën e bashkimit, është ngarkesa me nga 4 gabime personale të 2 qendrave kryesore, McInnes i ka 4 faula, si kurse edhe Eric Cobbs, 3 personale i ka Lejson Zeqiri, 3 ka edhe Samir Zekiqi, e në anën tjetër te Trepça, 4 asni lojtar nuk i ka 3 personale. Të gjithë janë me maksimum nga 2 personale, është Green, është Mushic, është Myers, Kastrati e Koton. Trepça qëndron më mirë në këtë aspekt dhe agon ajo që e thamë në qerekun e parë që detajet e vogla mund të vendosin, e thash që nuk e di cila do t'jen ato detaje, por ky mund të jetë ai detaj që mundet me vendos në këtë qerek të 4, personalet e ekipit të bashkimit, por gjithçka mund ndodh, pasi që lojtarët fundor të bashkimi dinë të bëjmë punë të mirë edhe me kërcime dhe t'i ruajnë edhe lojtarët të shtatlartë të cilët i kanë me probleme me personale. Valion Bunjaku dhe Altin Morina është karakteristike tyre që të mbyllin mirë lojtarët edhe të krijojnë mundësi ose për veti ose për bashkë lojtarët tjerë që t'i kapin ata topa, pra kërcimet në mbrojtje. Dhe 10 minutë që i vendimtar filloi, çdo gjë ka qenë barabartë, 20-20, 21-21, 17-17, dhe Green e fillon qerekun vendimtar me treshe 61-58, do të jetë nxehtë. Green, a do të përgjigjet Greeni? Po, Greeni për Greenin, 61-60, tani Greenat u zgjuan nga gjumi. Një Green i gjelbërt e një Green i portokall. Shumë u kërkuan këto pik nga publiku vendas, nga Greeni tyre, dhe erdhen më në fund pikët nga ai. 2 Greenat, njoni kundër tjetrit. Për të Mushicin, ka dhe 4 sekonda mbrojtje mirë Altinit, mirë po... Mikailet Mushici shkëputet dhe ngulit. Ajajajajaj, 63-60. Wendell Green në tjetër. Po, shkoj zoni. Fantastik janë. Me të vërtet Masa ti deportimit të Mushici, tani edhe Greeni, 63-62. Shikonit Mushicin. Fluturoj, të Mushici fluturoj. E në anën tjetër, Wendell Green, pas një heshtje dhe agjërimi në pjesën e parë, gjatë tërë, pas 3 qerekve, vetëm 2 piki. Wendell Green, ja tani shpërten me 4 pik eksprese, kosh faul, e ka dhe një quajtje të lirë dhe mundësim për të barazu. 63-63. Moti, finale, më të nivelluar dhe më dramatike, nuk kemi pa prej momentit të parë. I pengoj njëri tjetrit Kapiti dhe Maduti. Green atje ndalet në mënyrë të palejuar, kërkojnë faul jo sportiv atje. Dërsa në këto momente, normalisht e ngrit Trilon Hajrizin dhe Myersin Adis Beqiragiqi. E kësa e shojmë edhe nga trimin. Ka kërkuar rishikimin e situatës për faul
jo sportiv, do të jenë këtu referi Zafir Yılmazi. Pra është vetëm faul dhe ndëgjuam referin Zafir Yılmazin duke spjeguar me referin Mitrovskis se ishte në pyetje ndrimi i topit nga një anë, nga një dorë në dorën tjetër edhe tentimi për ta vjedhur topin i lojtarit Mitrovicas të Trepçës, prandaj është vetëm faul normal. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Wendell Greenin i cili realizon dhe rikthene përsin minimale për bashkimin 63 me 64. Pika e 8 e Wendell Greenit. So shpejt mund të eksplodon Wendell Green. Kjo është me të vërtet heshti. Pati një agjerim vetëm 2 pikë për 30 minuta. Dhe ja tani është kjo pika e 8. 8 pikë e hu gjuajtjen e 2 të lirë. Betët 1 pikë e përsi për bashkimin. Green pranti Altin Morina shumë agresiv në mbrojtje, nuk e lënë të merë frym atje Greenin, shikoni çfarë mbrojtje po luan atje, mirë po Green arrin të shpërthen e pason të Maduti i cili e huq streshën. Green pranë e ka Madutin, i ka atje mbrojtjes, fantastik, shumë shpejt, kopsit ja hek Myers topin, Maduti për Tmushicin, nuk ngutet Tmushici, as Maduti nuk ngutet. Morina është pranë Madutit, Myers dhe Kopes, lufton atje Myers, lufton dhe faul është ky, dhe kosh faul. Green shkakton faul, ndërsa Myers realizon pikën e tij të 20, një tank i pandalshëm, Michael Myers. Tashmë edhe Wendell Green agoni ka 3 Edhe Wendell personale. Green me 3 personale. Dhe dëgjoni Myers, publiku e thret emrin e tij dhe s'ka faj që po e thret se me të vërtet po e meriton. 65 me 64, 20 nga 65 pikët e Trepçës i ka realizuar Myers, e huq tentimin nga gjuajtjet e lira. Michael Myers 9-4 mbetet nga penalet. Zeqiri për Smithin i cili nga këto pozita ditë të lanson por vendos të futet brenda. Tani 3 huqet të një pasnjëshme të Lejsonit për 3 pikë. Drilon Hajrizi e sheh atje korridorin, por e mbylli mirë Lejsoni. Cotton dhe Green, rolling e kthen te Driloni, mbetet për një sekond i vetmuar. Lufton Myers edhe një herë. Aj. Është kjo nata e Michael Myersit. Tenku Mitrovicas, bulldožeri Mitrovicas i pandalshëm sonte. Pikërisht këtë duhet ta shfrytëzon tashmë skuadra e Trepçës, pasi nën kosh bashkimi është i handikepuar, mund të themi për shkak personaleve dhe lojtarët. Edhe mungesës Dirk Williamsit i cili pas atij ngërçi dhe lëndimin nuk është në lojë. Mungesa e Dirk Williamsit po vrehet në lojë. Atëherë duket se gjithçka është në rregull me Williamsin, i cili po e shohim në këmbë tek banka e bashkimit dhe mendoj që duhet jetë i gatshëm që të futet në lojë, por do ta shohim pasi që me të vërtetë është një mungesë e madhe, por pikërisht 2 sulmet e fundit Myers e shfrytëzoi. Do të thotë mungesën e shtatëve. Shikoni këtë atmosferë fantastike, natyrisht edhe fakti se buzëqeshja e publikut i cili po e sheh vetëm në ekranin e madh, një atmosferë fantastike, fëmijë të buzëqeshur,
E kjo është pse me të vërtet e dojmë basketbolin, sportin numër 1 në vendin ton, kësi atmosfere në asnjë sport në vendin ton nuk ka. Po i shofim edhe statistikat. Është knaqësi e madhe dhe sonte jemi në Mitrovic, po duhet ta potencoj patjetër që edhe në Prizren ka qenë knaqësi atë mbrëmje pas ndeshjes me atë spektakël që e dhuruan Prizrenasit. Kështu që një gjë është e sigurt, të dyja tifozërit do t'japin spektakël në këto finale. Edhe po japin, ndërsa në vijnë e gjuajtjeve të lira, të shofim se çka do të bën Myers, i cili sonte është 9-4 nga gjuajtjet e lira, pike dopt e tij, pra ka huqur 5 gjuajtje të lira, po koncentrohet. E ka shkelur vijën. E ka shkelur vijën dhe vetëm 40% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira, 6 gjuajtje të lira i ka huqur sonte Michael Myers. Megjithatë ka 22 pike, 8 kërcime, 3 asistime, 2 topa të vjedhur. Michael Myers, figura qendrore të Trepça sonte së bashku me Tekele Kotonin. Gabim në hapa nga Wendell Green. Është ky topi i 4 i humbur i Wendell Greenit, 4 topa nga 12 topat e humbur të Bashkimit, 67 me 64, po i shofim edhe lojtarët me efikas Myersin dhe Williamsin të dyja skuadrat. Në postin e ulët atje Driloni natyrisht e jep te Myersi, i cili lufton. O sa bukur! I mashtron të gjithë, rolling, hoppala në anën tjetër. Drilon Hajrizi realizon për 69 me 64. Plus 5. Williams është kthyer në lojë, figura qendrore e Bashkimit, Lejson Zeqiri. Sa bukur edhe Lejsoni me kthem atje. Ke faul. Po, ishte fauli. Lojtarit me numër 32 Tekele Kotonit, shumë bukur atje. Lejson Zeqiri e bëri pivotin e tij. Me rolling, me hap prapa, u shkëput, mundal në mënyrë të palejuar, ka huqur 2 gjuajtjet e lira, para prakisht Lejsoni. Kësaj here realizon për 69 me 65. Pika e 16 e Lejsonit, nëse realizon këte do të jetë më efikasit e Bashkimi. Jo, betet me 16 pikë, sa i ka edhe Dirk Williams. Lejsoni dhe Driloni. Lejsoni dhe Driloni. Driloni nuk realizon, Mekinis më i larti në kërcim. Dhe kjo është kërcimi 10 i ti, double-double i Mekinisit, 12 pike dhe të kësime. 4 pike përsi për Trepçën. Edhe 5-4-3 deri në fund. Wendell Green, bukur atje. Mushiqi me mbrojtje të mirë. E vjedh këtë top Green për Myersin. Vazhdon sulmi 2-1, Green, kundër Greenit, e huq, Koton lufton, dhe vjedh këtë top. Çfarë beteje, top për top, në çdo centimetër katror. Koton Green. Tërhiqet prapa Kotoni, kërkon atje blok, por nuk ka blok për te, vendos të luan 1-1, depërton, edhe realizon Tekele Koton. Për 71 me 65, 6 pike përsi. Max Smith i duhet tani Bashkimit Max Smithi. Dhe pikët e ti ishte i heshtur edhe Wendell Green, i heshtur edhe Max Smith. 8 pik Green, 7 pik Max Smith. Green tenton, nuk realizon, por Williams lufton. I fundit luan me top atje. Dirk Williams, do të kemi zëvendësim. Wendell Green largohet për të pushur në vend të tij Max Smith, i cili edhe në ndeshjen e kaluar, kur ishte rezultati ngushtë me ato 6 pikë të tij, e nisi aserim vendimtare. E dim se në këto qaste Max Smith ditë të qëlloj treshe. Të shofim se çka do të ndodh Green për të Mushiqin.
Myers dhe McInnes, i cili duhet të jeti kujdesshëm atje sepse i ka 4 personale. Ufa! Edhe një herë këto pasimet e Myersit me të vërtet Ka mbetur i lënduar për momentin Lejson Zeqire. Të shofim se çka ndodhi. Ufa! Ufa! Lëndimi i Nyës. Edhe i Gjunit, edhe Gjuni ka shku atje. Aj. Është duke ju dhënë ndihma e parë, po shpresojmë që nuk është asgjë serioze. Po m'duket që nuk është asgjë serioze. Sheni dua trokitjet nga publiku. Kjo është një gjest me të vërtet fantastik, pavarësisht rivalitetit në fush. Në fund jemi njerëz, edhe është për të përshëndetur ky gjest në fakt i publikut Mitroviças. Me të vërtet ke lëndim i keq. Po shpresojmë që nuk është diçka më serioze. Bunjaku organizon sulmin e Prizrenasve. Kërkojnë 8 sekonda. Mbrojtje fantastike dhe shumë agresive, vetëm edhe 4 sekonda. Williams dalet në faul nga Michael Myers, i cili pati 2 personale deri tash, është kjo personalja e tretë. E pengoj Williamsin, e dim që Williams është shumë i shpejt dhe shumë i papërshtatshëm, din që të gjuaj edhe në hap treshe. Shikoni se sa i lëvizshëm është Max Smith. Çfarë driblingu i Max Smithit, edhe ju para lajmërova parën se me treshet e tij në këto. Shikoni çfarë driblingu, prapa këmbë nga prapa përpara mbi Tmushiqin për 71-68. I hatashëm Max Smith në çastet vendimtare zgjohet nga gjumi tek Ele Cotton. Mbrojtje e mire e Max Smithit. Ka këtu dilema se çka ndodhi. Jo, i fundit pas ka luajtur me top Myers. Mbrojtje e mire Max Smithit. Ja, çka do të thotë Max Smithi për bashkimin. Dirk Williams gabon atje, mbrojtje e mire tek Ele Cottonit. Green depërton për mrekulli, slalom realizon për 73-68, 5 pike përsi, edhe 3 minuta loj në finalin e dytë në këtë spektakël të basketbollit nominatori. Shikoni Adisin, po çmendet atje dhe s'ka faj. I tha pa faul. I tha pa faul Greenit, nuk e ndëgjoj. Po kjo do. Bonus është skuadra e Trevçës dhe për këtë kërkoi që të mos faulojnë lojtarët e tij. Bunjaku tenton dhe nuk realizon. Është me të vërtet shumë radhë, huq nga gjuajtjet e lira. Valon Bunjaku ka një efikasitet për 85% nga gjuajtjet e lira, por presioni e bëri të vetën sonte. Nëse ka munguar kontributi i një lojtari, sonte ka qenë definitivisht kontributi i Valon Bunjakut, i cili i realizon ato pikët e tij pavarësisht. Megjithatë Valoni ka kry punë tjera, Ulpiana 5 kërcime, 4 asistime. Ndoshta i mungojnë pikët e tij, po nuk ka pasur tentime të mjaftueshme Valoni, sepse ka qenë i koncentruar në lojë. Në sena tjera të shohim Myersin atje. Është fauli i pestë i McInnesit. E tani të lashe të mëdha dhe në lojë futet edhe Cobbs, i cili ka 4 personale. Jashtë është Lejson Zeqiri për shkak të lëndimit dhe tani të lashe për trajnerin Jankovicin. Thash, këto personale mund të dalin problem, gjë që edhe po ndodh tek ekipi Bashkimit Trevça, pikërisht e sulmoi më shumë në kosh ekipin e Bashkimit në këtë çerek të 4 me deportimet e tek Ele Cottonit, gjithashtu
edhe me atë luftën 1-1 të Majersit, kështu që kjo është edhe arsyeja e kësaj diferencë në rezultat në këto qaste. Tmushiqi bukur, atje, ja pasoj topin pak për toke, pak Majersi nuk e i gatshëm. A di si i shkreti Petriciqir atje, e hongër pa faj, po s'ka faj. Me të vërtet u bë nervoz me atë faullin e Grinit. Balon Bunjaku, bukur atje, eshe Samir Zekiqin. Samiri depërton dhe realizon mbi Drilonin dhe afron rezultatin në 73-71. Bëhet gati Zeqiri, po e pyet atje Jankoviqi, a je i gatshëm për lojë? Po i shtrengon dhëmbët Lejsoni dhe po don mu kthy në lojë. Të shohim faulli ishte më herët. Është e Samir Zekiqit dhe tashmë i 4 edhe i tij. Lejsoni është duke qaluar dhe përkundër qalimit ka dashur që të inkuadrohet në lojë. Nuk e besoj Agon që... Jo, nuk po don Jankoviqi me... Nuk duhet futet, pasi që vetëm besoj, personalisht besoj që vetëm dam do t'i bënte ekipit në këtë momente, por edhe vetës. Po, më mirë është që të kursehet dhe të kontrollohet për vazhdimin e serisë finale, faulli Samirit. I 5 dhe Lejsoni ngritet. Po shohim që është duke qaluar atje personalja e 5 Samir Zekiqit, lojtari i dytë. Ajo mbrojtja agresive i kushtoi, unë me të vërtet nuk po e kuptoj duke qaluar. Sinqerisht është. Zdi nuk kam fjalë me të vërtet. Ky është momenti i lëndimit dhe jo, unë po t'isha trajner kur nuk e kisha shtin lojën Lejsonin. Pavarësisht nëse e kisha hup apo jo këtë ndeshje. Është mëkat se mund ta lëndoj edhe më tepër. Ja, atje Driloni është pranë Lejsonit, edhe po flasin e për krahu. Ndërsa nëse nuk gaboj, as ndims trajnerët nuk ishin për të futur Lejson Zeqirit, teksa Sasha Janković i tha i bëri 5 personale Samire. S'ka lidhje, absolutisht nuk ka lidhje. Por nëse i din meta punte veta. Lejsoni, lëvizje mashtruese e tij dhe gabon në pasim atje. Lejsoni e natyrisht e largon nga loja sepse është duke qaluar, s'po mundë djali me lujt. Totalisht ke e pa nevojshme me shtin loj. Ma mirë është që në të presin punë e madhe që loja son të humbët, kur është në pyetje shëndeti, me të vërtet nuk e di, po nejse. 1 minutë, ja po e shofim se si po i shtrëngon dhëmbët edhe gjunin e ka pak tajun. Driloni atje lufton me Max Smithin, çfarë mbrojtje e mirë, Kops dhe Max Smith dhe faulli. Duke që ishte Eric Kopsit. Po, Eric Kops. E pesta edhe Eric Kopsit. Dhe tani bashkimi për pos që nuk e ka asnjë qendër, nuk e ka as Samir Zekiqin dhe shini me çfarë peshë ka mbetur. Edhe Lejson Zeqirin dhe tani me një peshë të shkurt me lojtar fundor. 74-71 përkundër gjitha këtyre të lashëve. Pra vetëm 3 pike përsi për Trepshën. Me të vërtet mbrojtjet kanë qenë agresive sonte. Ate që e tha Ulpiana, dhurus të basketbolit, edhe doli të jetë sakt. Loja agresive dhe ngarkimi i lojtarve të bashkimit shumë shpejt me gabime personale mund t'i kushtoj në fund dhe ashtu edhe doli. Ato detaje agojnë që thash fillim se di cilat kanë mukon, dolën t'jen këto detaje të mbrojtjes agresive të bashkimit, por mendoj që këtu doli në pa edhe eksperienca e lojtarëve të Trepçës, të cilët e shfrytzuan në mënyrën më të mirë këtë gjë. Normalisht trajneri Adis Beqevagić din ku të sulmon në cilat momente, edhe lojtarët me përvojë pasi që edhe përpos Drilon Ajrizit tek elle Cotton, por edhe Myers din mirë të shfrytëzojnë këtë ngarkesë me personale, kështu që Trepça e shfrytëzoi gjithsesi, është vetëm 3 pike përsi. Do ta shohim tash çfarë strategjie të lojës do të tenton ekipi bashkimit pasi që janë 5 lojtarë fundor në fushë.
do thot Green, Williams, Morina, Bunjaku edhe Smith 5 fundor. Me 5 fundor do të luan shumë problem, do t'jetë edhe 1 minutë e 18 sekunda është goxha kohë e gjatë. Ajo që ka mund të bëj trajneri Jankovic është që të luaj me lojë agresive. Mbylljen e lojtarëve mund ta bëj në mënyrë shumë më të vëmendshme, ato që e përmendëm shumë herët, sidomos Bunjaku dhe Morina, edhe të shkoj me treshe, të tentoj ta mbaj ritmin. Driloni është zakonisht i sakt në fund të ndeshjeve, kësaj radhe jo, mbetet 74 me 71. 14 pik e 5 kërcime të Drilonit, 2 topa të vjedhur, 1 asistim, pa e humbur asnjë pik, po e shohim Lejson Zeqirin në ekranet tuaja. Deshi të sakrifikohet parës, por me të vërtet do t'ishte pa kuptim. Është gjuna që lëndimi i tij të vështërsohet, të rëndohet edhe më tepër. Driloni herën e dytë realizon për 75 me 71. Sammy Hunter në vend të Myersit, nuk po e kupton Myers pse. 22 pik, 9 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur nga Myers, po e nxori për shkak të quajtjeve të lira të dobta, sepse mund të faulohet ndaj tij. Tentim, nuk ka shënim. Drilon Hajrizi e kontrollon topin. Green, bukur lëvizje mashtruese e Greenit. Bunjaku atje, mbrojtja agresive Bunjakut në Greenin, shkon për t'ja vjedh topin. Edhe 12 sekonda 11 për këtë sulm. Green, Bunjaku, Green, deporton, e hedh topin, edhe realizon time-out. Jankovic kërkon 77 me 71, 6 pike përsi. I afrohet Trepqa asaj e përsis maksimale për 7 pike. Duhet të theksojmë se të dyja skuadrat e përsin maksimale e kishim prej 7 pikve. Trepqa 7-0 në fillim, e më pas e kishte 7 pike dhe skuadra. Ata reagojnë, po më bëm vështirë këto momente vetë se filloi festa, edhe pse janë 37 sekunda, 6 pike përsi për ekipin e Trepqës, në të vërtet fest, por nuk e di si do të arrijnë tani bashkimi të përgjigjet në këto qaste. Thash, e përsia më e lartë e Trepqës ishte 7-0 në fillim të ndeshjes, pas asaj serie, dhe 34 me 27 në qerekun e dytë, kur bashkimi kaloi në avantazh, pra -700 e shndroi në +7, mirë, por në vazhdim çdo gjë ishte e niveluar. Dhe deri në këto qaste, në minutin e fundit, kur përsëri u shkëput në 6 pikë, 77 me 71, mirë, po në fund në këto 37-4 sekondat, bashkimi është i hendikepuar pa 3 lojtarë të përjashtuar, pra Kopsin, McKinnisin dhe Zekiqin, 3 lojtarë shtator, ndërsa mungon edhe Lejsoni Zeqiri, lojtari ndër kryesorët së bashku me McKinnisin. Të shohim Max Smith, opa, blokade Drilon Hajrizit. Jo, është faul. Si duket ka pasur kontakt me trup, ashtu tregon referi, edhe nuk kërkon Asadis Beqiragishin, nuk kërkon sfid, nuk e sfidon këtë vendim. Max Smith për 77 me 72. E huq të dytën, më i larti në kërcim Green, kundër sulmi shpejt tek Ele Koton, nuk e komplikon. 79 me 72. Max Smith, 26 sekunda deri në fund, do të shkon me treshe. Max Smith tenton dhe këtu më duket se çdo gjë merr fund. Pra Trepqa barazon serin 1-1. Drilon Hajrizi përshëndetën Adis Beqiragiqi dhe Sasha Jankovici. Seria finale barazohet në 1-1. Vazhdon ajo që e keni pasur gjatë pjesës së rregull të kampionatit, ku çdo skuadër ka fituar në terrenin e kundërshtarit.
Pra pa dyshim të Trepça, lojtari kryesor ishte Michael Myers me 22 pikë, edhe pse tek edhe Cotton e ka indeksin më të lartë, pra 22 pikë, 9 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur Myers, mirë po ato huqet e gjuajtjeve të lira ka ndikuar në indeksin e tij, edhe tek edhe Cotton me 22 pikë, 8 asistime, 3 topa të vjedhur e 3 kërcime është kryesori. 15 pikë ka realizuar Dreno Herizi, ka edhe 7 kërcime. Shumë shpejt me ju do të jetë edhe kolega ime Ulpiana Emra me intervistat e dy trajnerve.